Në kuadër të ditëve të hapura, Shkolla Profesionale Teknike hapi dyert për nxënësit, prindërit dhe vizitorët, duke prezantuar nga afër punimet, projektet dhe aftësitë praktike të rinjve që ndjekin arsimin profesional. Në ambientet e shkollës u ekspozuan punime kreative dhe projekte të realizuara nga vetë nxënësit në fusha të ndryshme profesionale, duke tërhequr interesin e vizitorëve. Aktiviteti synoi të tregojë rëndësinë që ka arsimi profesional në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës, por dhe mundësitë konkrete që ai ofron për punësim dhe zhvillim profesional. Drejtoresha e Shkollës Profesionale Teknika, Angela Taho, u shpreh se vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi i nxënësve për arsimin profesional, fal përmirësimeve të vazhdueshme në shkollë e kërkesës gjithnjë më të madhe të tregut të punës për specialistë të kualifikuar. Për fat mirë, nga viti në vit ka një rritje të interesit nga nxënësit e klasave të nënta për Shkollën Profesionale Teknike. Kjo lidhet kryesisht me faktin e përmirësimit vazhdueshëm që ne sjellim shkollën tonë, por edhe për vëmendjen e rikthyer tashmë drejt arsimit profesional. Arsimi profesional dhe drejtimet që ofron Shkolla Profesionale Teknike përsëri për fat mirë lidhen drejt për drejt me kërkesat e tregut punës në rajonin e Korçës, por jo vetëm, janë të gjitha drejtime që për cilat sot ka mungesë të punojësve të specializuar. Ajo që ne jemi duke bërë nga viti në vit është edhe forcimi i marrëdhënieve dhe përmirësimi i këtyre marrëdhënieve. Një nga risitë e prezantuara gjatë aktivitetit ishte edhe krijimi një platforme të brendshme digjitale nga nxënësit dhe mësuesit e drejtimit TIK, e cila lidh shkollën me bizneset dhe ndihmon nxënësit për praktika profesionale dhe punësim. Sipas drejtoreshës, platforma do të lehtësojë komunikimin mes shkollës, nxënësve dhe bizneseve, ndërsa do të shërbejë dhe për ndjekjen e progresit të rinjve gjatë praktikave profesionale. Kuptohet qartë që një nga pikat e forta të shkollave profesionale është pikërisht praktika në biznes. Dhe sot që flasim ne kemi një marrëdhënie shumë të fortë me biznesin, por për të lehtësuar komunikimin me ta, për të qenë më afër tyre, kemi mundur të realizojmë me nxënësit dhe mësuesit e drejtimit TIK një platformë, të cilën një platformë të brendshme, le të themi, një platformë ku do të mund të komunikojmë shkolla, nxënësit dhe bizneset me njëri tjetrin. Nxënësit zgjedhin bizneset nëpërmjet platformës, bizneset zgjedhin nxënësit për praktika profesionale, por edhe për punësim vetëm nëpërmjet platformës. Do të jetë shkolla që do të bëjë koordinimin e kësaj marrëveshje, ku do të kemi mundësi që të mësojmë edhe karakteristikat veçanta për nxënësit tanë në bazë të komenteve që mund të lërë biznesi. Por gjithashtu do të mësojmë edhe se çfarë ndodh realisht në biznes. Mentorët e bizneseve përcjellin që kanë ndaj nxënësit, apo edhe mënyrën se si do të shkojmë së bashku drejt punësimit të këtyre nxënësve. Dhe vetë nxënësit e shohin arsimin profesional si një mundësi konkrete për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Nxënësi Kevin Hysen tregon se ka zgjedhur drejtimin e TIK-ut për shkak të zhvillimit të teknologjisë dhe mundësive të shumta për punësim. Unë e kam zgjedhur sepse TIK-u është e armëja e botës. Të gjithë po drejtojnë drejt informatikës, drejt teknologjisë dhe mendojnë që do kesh mundësi të punësohesh më lehtë duke pasur një formim të tillë? Mund të punësoj më shpejt, sepse të gjithë po hapin dyqane, duan website për biznesin e tyre dhe të gjithë kanë një telefon që duhet të rregullojnë, të vendosin gjëra. Pas përfundimit të arsimit profesional, po sheh vetëm. Çfarë ke menduar të bësh? Pasi të mbaroj gjimnazin, dua të shkoj në universitet, të mbaroj dhe universitetin, dhe pastaj mund të punoj duke bërë website për biznese dhe duke rregulluar telefonat dhe kompjuterat. Ditët e hapura në Shkollën Profesionale Teknike sillon një panoramë të qartë të mundësive që ofron arsimi profesional për të rinjt, duke promovuar talentin, aftësitë praktike dhe lidhjen e drejtpërdrejtë me tregun e punës.